Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër, mos të fusni në gojë lakrën turshi nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Naturologu George paralajmëron për efektin e mundshëm të dëmshëm për shkak të mënyrës së përpunimit të kësaj perime. Megjithatë, është e nevojshme që të shikohen veprimet pozitive dhe negative të lakrës turshi. Për t'i vënë lakra turshi, përdoret një sasi e madhe e kripës, gjë që nuk është e shëndetshme. Aq më parë që pas ushqimit pihet edhe një sasi e madhe ujë. Kur në organizëm futet sasia e madhe e kripës, personi mundet të sëmuret nga ngritja e shtypjes së gjakut. Kripa në organizëm bëhet ngarkesë për veshka, shtresohet në nyje dhe në enë të gjakut. Për shkak të kripës, teprica e lëngjeve ngelet në trup dhe vështirë se nxirret jashtë, ndërkaq kripa çrregullon raportin e kaliumit dhe natriumit, ndaj ajo ndikon edhe në ngërçet të muskujve. Aq më parë rreth qafës dhe kurrizit. Nëse tashmë konsumohet lakra turshi, do të duhej në tërësi të eliminoni kripën nga artikujt e tjerë dhe nga racioni. Shqetësimi në duar dhe në këmbë shpesh shfaqet si pasojë e disbalancimit të kaliumit dhe të natriumit, të cilat i shkakton kripa e tepërt. Gjithnjë e më shumë hulumtime tregojnë edhe në lidhshmërinë e përdorimit të kripës në ushqim edhe në shfaqjen e disa llojeve të sëmundjeve. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi, madje as me larjen e fletëve para konsumimit. Pra, me lakrën turshi, e cila padyshim është e dobishme, ju duhet të jeni tepër të kujdesshëm. Por le të flasim tashmë se cilat janë të mirat që lakra turshi ofron për shëndetin ton. Lakra turshi ka aftësinë që të mbush organizmin me energji, të forcojë imunitetin dhe njëkohësisht të mbrojë zemrën. Sipas ekspertëve, përtej shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi për shëndetin janë arsyeja kryesore pse ato nuk duhet që të mungojnë asnjëherë në kuzhinën tuaj. Lakra turshi është plot e përplot me vlera ushqyese për shëndetin. Ajo përmban fibër, një sasi domethënëse të vitaminave C dhe K, si edhe pasuron sistemin imunitar me hekur. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë që të mbush organizmin tuaj me energji. Megjithatë, ajo duhet konsumuar në sasi të kufizuar sepse përmban shumë kripë. Ekspertët rekomandojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe probiotikësh, të cilët furnizojnë bakteret e mira në stomak dhe parandalojnë rritjen e baktereve të këqija. Lakra turshi mundet gjithashtu që të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar, të sintetizojë vitaminat B, të luftojë diarren, e cila gjithashtu shkaktohet nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia shkatërron bakteret e mira, ndaj ju duhet që të konsumoni lakër turshi të freskët për zemrën, kocka dhe për energji. Sasia e përshtatshme ditore e fibrës bazohet tërësisht nga nevojat e nevojshme për mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme tek lakra ndërlidhen me yndyrat dhe me kolesterolin, duke i përcjellë ato jashtë organizmit. Kjo gjithashtu nënkupton se gjaku përthith më pak kolesterol. Një filxhan me lakër turshi përmban 35% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan rolin e antioksidantëve, ndërsa vitamina K ka ndikim në mpiksen e gjakut, por të dyja këto janë tepër thelbësore për kocka më të forta.
Lakra turshi ofron 12% të dozës së rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të tij, por vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit në organizëm. Lakra turshi ka gjithashtu edhe vitaminën C, por edhe acidin laktik që thellon përthithjen e hekurit. Lakra turshi në kushtet e shtëpisë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lakër mesatare, 1 litër ujë i zgjerrë dhe i ftohur dhe gjithashtu 2 lugë gjelle me krip dhe 2 lugë gjelle me sheqer. Gjysmë gote me vaj vegetal, 2 gjethe dafin të thata, 6 kokra piper të zi dhe 3 thelpi hudhër. Udhëzimet: hiqni gjethet me njolla ose të prishura në pjesën e jashtme të lakrës. Prijeni atë në gjarzë copa dhe hiqeni pjesët e forta në brendësi të saj. Merrni një enë të madhe dhe vendosni copat e lakrës në të. Në një enë tjetër përgatisni lëngun e turshisë duke hedhur ujin e zgjerrë më herët, kripën, sheqerin, uthullën, vajin, gjethet e dafinës dhe kokrat e piperit të zi. Përzjeni mirë, coptojeni thelpitë e hudhrës dhe shpërndajeni në mënyrë të njëtrajtshme mes gjethéve të lakrës. Hidheni sipër lëngun e turshisë. Në sipërfaqe vendosni një pjatë të madhe që të mbani lakrën të zhytur në lëng. Mbi pjatë ju duhet të vendosni diçka të fortë dhe të rëndë që të sigurohet një presion i qëndrueshëm mbi copat e lakrës turshi për të paktën 3 ditë. Enët e turshisë duhet që të ruhen në një temperaturë ambienti. Pasi lakra të jetë bërë, ju mundet që ta fusni në frigorifer dhe ta konsumoni sipas dëshirës. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim i shumë vitaminave dhe ka një efekt të dobishëm në organizëm. Ka të paktën 5 arsye pse duhet të konsumoni lakër turshi. Përveç se është e ulët në kalori, lakra turshi përmban lëndë ushqyese të rëndësishme si vitamina C, vitamina K, vitamina B6, fibra, hekur, bakër, mangan, folate dhe kalium. Është e mirë për zorrët. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra prebiotike. Probiotikët janë efektiv kur bëhet fjalë për kapsllokun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe infeksionet, si edhe sindromën e zorrëve të irrituara. Forcon gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Meqense afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit ton varet nga shëndeti i zorrëve, të dy sistemet janë të lidhura, që do të thosë se çdo ushqim që mbështet zorrën e shëndetshme, gjithashtu mbështet edhe një sistem të shëndetshëm imunitar. Është një burim i mirë i fibrave. Është vërtetuar se lakra turshi ndihmon me sindromën e zorrës së irrituar. Sipas bazës së të dhënave ushqimore, një filxhan lakër turshi përmban 4 gram fibra. Ndikon në uljen e stresit. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthjen dhe simptomat e depresionit tek njerëzit për shkak të lidhjes midis zorrëve dhe trurit. Zorrët e shëndetshme janë baza për funksionimin e të gjithë trupit të njeriut. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.